Pikërisht për këtë mbledhje dhe zhvillimet e tjera dhe letrën që 12 organizata shoqërisë civile ia ka dërguar liderët Bashkimit Evropian, do të diskutojmë në studio me Besar Gërgin nga grupi për studime juridike dhe politike. Atëherë Besar, mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma, mirë se u gjej. Faleminderit shumë. Besar, diskutojmë pak për këtë zhvillimin e fundit, mbledhjen e Këshillit të Sigurimit. Deri më tani kemi parë një deklaratë të përfaqësuesit të Ormikut dhe në orët e pasdites ka folur edhe përfaqësuesja e politikës jashtme Donika Gërvalla. Si sheh fillimisht këto deklarimet? Përfaqësuesi i Ormikut kërkoi që Kosova dhe Serbia të kthehen në procesin e dialogut, apo jo? Po ishin deklarata pak a shumë të zakonshme, sepse siç e dim këto takime të Këshillit të Sigurimit mbi Kosovë mbahen çdo vit, dhe pak a shumë deklaratat të ngjashme bëhen nga të gjitha palët. Nga përfaqësuesi i Ormikut dëgjuam disa gjëra jo fort të këndshme, për shembull tha se duke ju referuar rastit të Banjskës, tha ka pasur një incident serioz të sigurisë që nuk është absolutisht mënyra adekuate për ta përshkruar atë që ndodhi aty. Po gjua ka qenë në përgjithsisht ajo e përdorur tradicionalisht nga Ormiku, që flet për uljen e tensioneve dhe bashkëpunim. Nga përfaqësuesi serb, ministri i jashtëm Gjurić, dëgjuam akuzat të njëjta se po bëhet shkelje sistematike të drejtave të serbëve në Kosovë dhe se Serbia do të kujdeset në një mënyrë për ta e të tjera, ndërsa ministra e jashtme pak a shumë u mundua që ta kundërshtoj këtë narrativ, pra ministra e jashtme zonja Gërvalla, duke thënë se Kosova është vendi më demokratik në rajon dhe se i respekton të drejtat e të gjitha komuniteteve përfshi atë serbe. Pra nuk kemi parë ndonjë gjë jashta normaljes. Po, dhe sa i përket rastit të Banjskës, përfaqësuesi i Ormikut ka kërkuar prej dy palëve që ta adresojnë llogaridhënien. Tani apo i bie që Kosova nuk e ka adresuar rastin e Banjskës, apo thjesht nuk është kuptuar mirë nga atje? Po kjo është ajo që po quhet both sidism në gjuhën angleze, pra të dyja palët, i bën thirrje të dyja palëve që të bashkëpunojnë, kur realisht dihet se autori i vetë deklaruar, i vetë shpallur i sulmit është në Serbi, është i lirë plotësisht, pra thirrjet duhet të ishin në drejtim të Serbisë, por se duhet ta rikujtojmë për shembull diku disa ditë pas sulmit në Banjsk, përfaqësuesja e Ormikut në Kosovë atëherë, zonja Ziade, e kishte vizituar Serbinë dhe e kishte falenderuar presidentin Vučić për konstruktivitet në bashkëpunim, që ishte jashtëzakonisht absurde të falenderosh dikë që organizoi një sulm terrorist, një agresion në Kosovë. Kështu që nuk janë edhe gjëra që nuk kemi dëgjuar nga Ormiku. Po, e kemi parë gjithashtu që përfaqësuesi i Ormikut, apo nuk e di nëse është aq e rëndësishme kur jep raportin e Kosovës, ka përmendur rikthimin e serbëve në institucione. A është ky momenti i duhur tani për të përmendur në kohën kur lista serbe veç se po rikthehet, pra jep sinjale kjo që mund të kemi rikthim në institucionet e serbëve atyre që ishin larguar 2 vite më parë, jo? Po tashmë mbajtja e zgjedhjeve lokale shënon fazën e fundit të normalizimit të jetës politike të komunitetit serb në Kosovë. Tashmë ata kanë përfaqësuesit e tyre qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel qendror në kuvend, dhe nuk do mend që në momentin që formohet qeveria dhe do ta shfrytëzojnë të drejtën kushtetuese që të kenë një përfaqësues në qeveri, pra një ministër. Prandaj thirrja e tij është normale në këtë kontekst, por se duhet të theksohet nga ana jonë, pra nga pala kosovare, se po bëhet çdo gjë për rikthimin e normalitetit të plot pas tërheqjes që u bë, do të thotë. Po, dhe në tekst të këtyre diskutimeve duket që është rikthimi në procesin e dialogut, kanë përmendur 2 takimet e fundit, cilat kanë qenë me lehtësimin e Sorensenit, por që nuk kishin prodhuar rezultat, apo jo, tani si mund duket ky rikthimi në proces të dialogut për dyja vendet dhe a ka atmosferë në të dyja shtetet për rikthim në dialog? Po është një fatkeqësi e madhe çfarë po ndodh me dialogun për vendin tonë, për arsye se në vrrullin e tij më të madh në krye të institucioneve të BE-s që merreshin me Kosovën ishte Josep Borrell nga Spanja dhe Miroslav Lajçak nga Slovakia, 2 vende mosnjose. Tashmë kemi zonjën Kaja Kallas, përfaqësuese të lartë të BE-s nga Estonia, dhe zotri Sorensenin nga Danimarka, të 2 vendet njohëse, dhe më shumë, le të themi, me më shumë simpati ndaj vendit tonë. Prandaj do të ishte momentumi dur për një rindezje të dialogut për kthimin e saj në binare, sepse fundja fundit thjesht zbatimi i marrëveshjes së Ohrit do të ishte mjaft e leverdishme si për Kosovën si për Serbinë. Pra ne do të merrnim njohjen de facto, ndërsa në këmbim për këtë do të jepnin Asociacionin e Komunave Serbe.
por se... Falja e parë që të dyja palët nuk kanë qenë të gatshme për zbatimin e marrëveshjes, apo Kosova ka treguar më shumë nga dishmëria, apo si do duaj të shpjegoj qasja deri tanishme të dyja palëve në proces? Po problemi me sa i përket mandatit të Sorensenit që ka filluar nga fillimi i vitit është se në Kosovë nuk ka pasur një qeveri me mandat të plot për shkak të zgjedhjeve dhe të situatës që vetë se e dim, ndërsa në Serbi fillimisht kryeministri Vučević kishte dhënë dorëheqje pas protestave do të thotë që u bën në Serbi për shkak të aksidentit në Novi Sad, dhe edhe aty deri tash vonë nuk kishte një lloj stabiliteti politik, pra nuk diej se çfarë do të ndodhte me regjimin e Vučićit si pasojë e këtyre protestave. Prandaj fatkeqësisht 2025 në një mënyrë ashtu si e folëm herën e kaluar, u bë viti i humbur në politikën e jashtme të Kosovës dhe kjo përfshin padyshim edhe dialogun. Po, dhe gjë tjetër e rëndësishme, një letër që i keni dërguar ju liderëve të Bashkimit Evropian është 12 organizata, në mesin e tyre jeni edhe ju. Si e keni arsyetuar këtë kërkesën, sepse ne kemi parë vazhdimësisht edhe liderët e Kosovës gjatë gjithë këtyre takimeve kërkojnë heqjen e masave, çfarë peshe mund të krijojë tani edhe kjo letra e shoqërisë civile që i kërkon liderët e Bashkimit Evropian t'ia heq masat Kosovës? Po duke qenë se ne kemi përcjellur në vazhdimsi diskutimin në rrethet vendimmarrëse në Bruksel, një nga gjërat që është përmendur më së shpeshti, përfshi këtu edhe në marrëveshjen e Bratislavës që u bë mes zëvendës kryeministrit të Kosovës zotëri Besnik Bislimi dhe atkohë përfaqësuesi special të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak, pika e fundit ishte organizimi i zgjedhjeve lokale në Kosovë. Tashmë këto zgjedhje u organizuan në 12 tetor dhe sipas vetë vëzhguesve të Bashkimit Evropian ato ishin të lira, fair dhe transparente, pra për të gjitha komunitetet. Dhe siç e thash më herët, kjo shënon fillimin e normalizimit të plot të jetës politike të komunitetit serb. Tashmë ata i kanë asambleistët në asamble në nivel lokal, do t'i kenë kryetarët e komunave tash që bëhet bartja e pushtetit, i kanë deputetët në kuvend, si dhe do të kenë ministrin pra në qeveri në momentin që formohet një qeveri e re. Prandaj ne vlerësuam se kjo shënon hapin e fundit që do duhet të bëj me do e mos për heqjen e këtyre masave dhe vlerësojmë se çfarë do lloj kushti që ka ekzistuar në vitin 2023 kur janë vënë këto masa, tashmë u bën gati 2 vjet e gjys, është bërë absurde se e përmendëm edhe më herët në shtator të po atij viti u bë sulmi në Banjsk dhe Serbia nuk mori asnjë sankcion ndërsa këto masa vazhdojnë të jenë në fuqi. Dhe ne besuam se me mbajtjen e suksesshme të zgjedhjeve nuk ka tashmë asnjë lloj arsyetimi që mund të pranoj dhe prandaj vendosëm që t'i adresohemi liderëve të Bashkimit Evropian dhe mund ta them me shumë kënaqësi se tashmë kemi marrë konfirmim nga kabineti i kryetarit të Këshillit Evropian, zotëri Antonio Costa, se ata e kanë pranuar letrën tonë dhe do ta trajtojnë kërkesën me shumë seriozitet. Prandaj kjo shpresojmë se do të shënojë një hap fillestar shumë të mbarë në këtë drejtim, por se duhet të ndiqet edhe me veprime nga shteti i Kosovës duke bërë diplomaci dhe lobim aktiv si në Bruksel, ashtu edhe në kryeqytete evropiane. Po, a konsideroni që ka pasur mjaftueshëm lobim për heqjen e këtyre masave, apo si është dashur bindën këto vende dhe pastaj si shkon besar kjo çështja e vendimarrjes për heqjen e këtyre masave, sepse në fillim duket që ishin vendosur shumë lehtë, por tani po duket që heqja tyre shumë e vështirë, apo jo? Po tash zakonisht kur Bashkimi Evropian vendos masa ndaj një vendi, i ndjek procedurat e sankcionimit. Këto janë se vendimi duhet të merret në Këshillin Evropian dhe duhet të merret me unanimitet dhe maksimumi që mund të zbatohen ato është një periudhë prej 6 muajsh. Pra pas 6 muajsh bëhet një rishqyrtim i tyre dhe pastaj vendoset për vazhdimin. Edhe për vazhdim duhet të votojë secili antari i Këshillit Evropian, pra të 27 vendet. Në Kosovë ata u munduan ta shmangin këtë procedurë, pra Komisioni në bashkëpunim me Këshillin, dhe ende sot e kësaj dite nuk ka qartësi se si u vendosen ato. Bashkimi Evropian thotë se ka pasur dakordsi nga të gjithë anëtarët e Bashkimit Evropian, por se nuk thuhet se a e ka vendosur Komisioni apo Këshilli, sepse në qoftë se Komisioni do ta vendoste, atëherë Komisioni me lehtësi do të mund të hiqte edhe ato. Por neve na thuhet se tani vendimi për heqjen e tyre varet nga Këshilli dhe në Këshill secili antar ka të drejtën e vetos dhe ajo çfarë kemi parë në raportime të ndryshme është se vende si Hungaria kryesisht, po janë përmendur edhe Italia dhe Franca kanë qenë shumë kundër heqjes së masave ndaj Kosovës për arsye të veprimeve të qeverisë në veri. Tash, kur flasim për këto veprime, unë besoj se në vetë nuk kanë qenë asë shumë problematike. Më problematike ka qenë mungesa komunikimit të duhur me qeverinë, me kryeqendrat evropiane dhe në përgjithësi me perëndimin. Nëse bëjmë një krahasim për shembull Serbia, që nga fillimi i luftës në Ukrainë,
nuk i ka vendosur sanksione Rusisë, por ka një diplomaci dhe lobim shumë aktiv dhe në këtë mënyrë deri më tani ka mundur t'i shmang pasojat e kësaj politike. Prandaj edhe Kosova në qoftë se do të kishte një diplomaci më proaktive në kryeqendrat perëndimore, ne besojmë se nuk do të vinte situata deri këtu që populli i Kosovës të përballet me këto masa. Po, dhe duke qenë se Besar po thu që janë secili vend ka të drejtën e vetës, do duhet që diplomacia e Kosovës të punonte me secilin shtet veç mas me ato që kanë dyshime për vendimarrje për të ndryshuar qëndrimin e tyre. A kemi parë qëndrime të tilla ose lobim të tillë me këto venda? Jo. Po tash, për të qenë edhe plotësisht fair, kryesisht këto veprime diplomatike të themi bën prapa kamera, pra nuk bën në takime le të themi publike, por zakonisht bën për shembull me ambasadën e Kosovës në Budapest. Edhe do ta kuptojmë se qeveria e Orbanit tashmë ka një lidhje shumë të ngushtë me qeverinë e Vučićit në Beograd dhe se e bën të pamundurën që ta përkrahë Serbinë në çdo forum evropian. Mirëpo, kjo nuk duhet të na ndalojë neve që t'i bëjmë pra detyrat e shtëpisë tona, që të merremi vazhdimisht me ata dhe të sigurohemi që të kemi një vot pro heqjes së masave. Po, megjithatë tani ky qëndrimi që thoni pra e bën pak të pamundur heqjen e masave nëse flasim për qëndrimin e Hungarisë, sepse ndoshta Franca dhe Italia do të mund të bindeshin apo jo. Po, këto masa nuk mund të vazhdojnë pafundësisht. Tashmë me realitetin e ri që kemi pas zgjedhjeve të 12 tetorit dhe sidomos në momentin që formohet një qeveri e re, do të lindte një momentum shumë pozitiv që cilado qeveri që vjen të thotë hajde të hapim një faqe të re në marrëdhëniet tona, heqni këto masa dhe të fillojmë nga fillimi, pra të kthehemi në pikën aty ku kemi qenë. Do të ishte një momentum pra shumë i favorshëm, por është përsëri detyra jonë se a do ta marrim këtë mundësi apo jo. Po, dhe Besar, cilat janë sektorët nëse mundësimi që janë prekur më shumti nga këto masa? A ka një analizë cili është sektori më i prekur nga këto masa? Po tash ndihma e Bashkimit Evropian në Kosovë ka qenë e përqendruar le të themi në shumë fusha të qeverisjes, por kryesisht ajo ka qenë në sundim të ligjit, pastaj ka pasur edhe përkraje të rëndësishme në arsim, në shëndetësi e të tjera, pra disa nga fushat më të rëndësishme të jetës. Instituti GAP ka publikuar një analizë për projektet e pezulluara për shkak të masave. Aty thotë se kapin një shifër diku rreth 600 milion, por se duhet të jemi të kujdesshëm këtu sepse po flasim për fonde të pezulluara, pra nuk janë të gjitha le të themi të humbura përgjithmonë për Kosovën, por se duke pasur parasysh që këto masa tashmë po bëjnë gati 2 vjet e gjys, padyshim se do të ketë një lloj koste financiare për vendin tonë, por e gjithë puna tani duhet të jetë që të evitojmë kostet e ardhshme, sepse për këto që vetëse kanë kaluar nuk kemi çfarë bëjmë tani në këtë moment. Dhe në anën tjetër gjithashtu ka pasoja edhe nga mos përfitimi e atyre mjeteve të planit rritjes për cilin diskutuam edhe javën e kaluar. Pra, ka pasoja të cilat ndoshta ne po i shkaktojmë si vend me mos formimin e institucioneve sa i përket planit rritjes apo jo. Po tash kur folëm për masat, tashmë përgjegjësia kryesore bie mbi Bashkimin Evropian dhe pak a shumë e bëm edhe një kritikë edhe në letrën tonë kishte tonë kritikuese ndaj Bashkimit Evropian. Por kur flasim për planin e rritjes, tani këtu faji është komplet i institucioneve të Kosovës, sepse ne deri më tani nuk kemi arritur që të ratifikojmë 2 marrëveshjet e duhura për të përfituar nga parafinancimi prej rreth 62 milion eurosh. Pra, vetëm 2 marrëveshjet ku vendi do duhet që ti ratifikonte dhe ne brenda javës do t'i merrnim këto të holla dhe pastaj kanë kaluar 2 semestra të zbatimit të këtij plani. Vendet e rajonit, siç e kemi parë, vetë se kanë filluar të marrin fondet e para. Shqipëria prin këtu me diku rreth mbi 160 milion euro, pra janë shuma të konsiderueshme për vendet të rajonit tonë me buxhetet ato që i kanë. Prandaj këtu faji është plotësisht i yni që nuk i kemi arritur të ratifikojmë dhe për këtë arsye është jashtëzakonisht e rëndësishme që sa më shpejt të përfundoj procesi i konstituimit kuvendit, të përfundoj procesi i votimit të një qeverie të re dhe në mënyrë që të fillojmë të kryejmë këto detyrat e shtëpisë në rrafshin teknik. Po, dhe përveç buxhetit konsideroni që ndoshta do duhet kjo të ishte ndër detyrat e para e kuvendit të ardhshëm dhe qeverisë së ardhshme? Fakt kjo është çështje vetëm e kuvendit apo jo? Po, ratifikimi është tani më çështje e kuvendit, sepse qeveria i ka ratifikuar dhe marrëveshjet janë të gatshme, ajo e facilitetit është e nënshkruar, ndërsa kjo e financimit është e përfunduar e gjitha vetëm e pret nënshkrimin. Prandaj këtu përgjegjësia është e kuvendit, por çfarë do lloj, le të themi, konstelacioni politik që do ta kemi në ditët e ardhshme, edhe në qoftë se shkohet në zgjedhje të parakohshme, siç u përfol qoftë nga
vetëvendosja, qoftë nga PDK-ja apo edhe të tjerët, është jashtëzakonisht e rëndësishme që në një të miratohet një buxhet për vitin e ardhshëm, sepse jemi tashmë në fund të vitit, në dy të ratifikohen këto dy marrëveshje dhe marrëveshjet e tjera ndërkombëtare që Kosova i ka nënshkruar dhe do të tregoj partnerëve të vet se është një shtet serioz që nëse nënshkruan një marrëveshje dhe do ta zbatojë atë. Dhe vetëm kur këto dy kushte të përmbushën, atëherë mund të flasim për çfarë do lloj zgjedhje apo çka do tjetër që zgjedhin politikanët që të bëjnë. Megjithatë, nga disponimi që kemi parë deri më tani i partive politike, apo shohim që mund të kemi paktën deri në fund të kësaj jave një qeveri dhe cila është pasqyra që u është dhënë aleatëve dhe ndërkombëtarëve, bashkisë ndërkombëtare me gjitha këto zhvillime që i pam gjatë këtij viti. Po tash nga deklaratat publike, pam se mandatari i vetëvendosjes Albin Kurti nuk ishte shumë optimist. Ne kemi parë edhe kryetarin e Partisë Demokratike, e cila është partia e dytë, pra do ta merrte le të themi mandatin për të formuar qeverinë. Ata janë edhe më pesimist dhe tashmë flasin për datën e zgjedhjeve të ardhshme. Prandaj nuk është se po i japin shumë shpresë popullit se do të mund të ketë një zgjidhje të krizës politike së shpejti. Dhe në qoftë se shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme, atëherë po flasim diku optimalisht edhe për 3 muaj shtesë që do t'i humbim. Pra, nga momenti që pikëpari duhet të konsumohen këto afatet kushtetuese, pastaj të shpallen, një fushat para zgjedhore, zgjedhjet, numrimi, certifikimi dhe pastaj mandatimi, po folim për muaj në rastin më optimal, dhe populli i Kosovës vetë se ka humbur këtë vit 2025 dhe nuk kemi kohë më që të humbim. Duam një buxhet zhvillimor, duam të ratifikohen këto marrëveshje që të përfitojmë nga këto fonde, nuk kemi kohë të humbim me zgjedhje të reja, por padyshim partitë politike parlamentare mund të vendosin në cilën do drejtim që e kanë, e jonja është vetëm që të bëjmë presion dhe t'i tregojmë këto kosto që i kemi. Po, dhe megjithatë mandatari për formimin e qeverisë aktualisht gjendet në Lodër në kuadër të samitit të procesit Berlinit. Fillimisht nëse flasim për këtë samit, Besar, cila është rëndësia e këtij samitit dhe a ka rëndësi se si përfaqësohet Kosova këtu? Po samiti Berlinit ka filluar, procesi Berlinit më saktë ka filluar në vitin 2014, atëko me përkrajen e kancelares Angela Merkel. Atëko shihesi një lloj dhome parapritje për vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilët nuk mund të antarësohen në Bashkimin Evropian. Pra ideja ishte që këta fillimisht të bashkëpunojnë mes vete, të krijojnë një lloj tregu të përbashkët e të tjera, në mënyrë që të jenë më të gatshme për antarësim në Bashkimin Evropian. Tash procesi i Berlinit kishte marrë një rëndësi shumë të madhe gjatë kohës kur diskutojmë për Open Balkan. Ne vlerësojmë se Open Balkani ka qenë një projekt shumë i rrezikshëm për Kosovën, për arsye se garancat që i kemi pasur me procesin e Berlinit nuk i kemi pasur në Open Balkan. Një shembull shumë i thjeshtë, për shembull sa herë që takon liderët e procesit Berlinit, aty janë të gjithë flamujt e shteteve, përfshirë i shtetit Kosovës. Dhe gjithmonë e kemi parë kryeministrin e Serbisë që të pozoi para flamurit. Apo kishim raste edhe kur janë nënshkruar marrëveshjet, janë kryeministri Ana Brnabić ka qenë ulur para flamurit të Kosovës, që në vetvete është një element i njohjes de facto. Pra, këto lloj garanca që i kemi marrë në kuadër të procesit Berlinit nuk i kishim në Open Balkan, duke qenë se ajo ishte më shumë një iniciativë, le të themi, autoktone e Ballkanit Perëndimor, dhe atko ishte jashtëzakonisht e rëndësishme, por tash me vdekjen klinike të Ballkanit hapur, tashmë ka më shumë një lloj rëndësie simbolike, me qenë se tashmë për Ballkanin Perëndimor vetë se po përflitet për një antarësim të plot në një të armet jo shumë të largët. Po, dhe mund të konsiderohet kjo njëra prej iniciativave ndoshta që i ndihmon dhe e shtyn përpara Ballkanin Perëndimor në integrimin e Bashkimit Evropian dhe sa është bërë në këtë bashkëpunimin rajonal midis vendeve me këtë iniciativë? Po, ka aspektin teorik dhe praktik. Teorikisht është pikërisht ashtu siç thoni, na ndihmon sepse në qoftë se pra heqen kufit, heqen këto bariera që janë mes dy vendeve për lëvizjen e njerëzve, e të mirave të tjera, do të ishte shumë mirë, por ne duhet ta kujtojmë se për shembull ne kemi marrëveshjen për lëvizje të lirë në rajon, pra për lëvizje me ID card, dhe Bosnia për shkak të Republikës Sërbe aty nuk e zbaton këtë marrëveshje. Pra në qoftë se ne shkojmë aty vetëm nënshkruajmë marrëveshje, por këto marrëveshje nuk zbatohen, atëherë në rrafshim praktik kemi probleme dhe kjo vetëm e shfaq pra më shumë se
pa u të i kaluar këto problemet bilaterale mes vendeve që janë kryesisht mes Kosovës. Dhe ka një kohë të gjatë, apo jo që Bosnia për shkak të problemet brendshme nuk e ratifikon këtë marrëveshje, apo si? Sakt, pra ka një deklarat publike të kryetarit të këtij entiteti Milorad Dodik që thotë se ne nuk do ta ratifikojmë këtë marrëveshje sepse nuk duam që të japim lëvizje të lirë Kosovës e të tjera. Pra ata janë shumë sinqert në shkeljen e marrëveshjes që po e bëjnë ata dhe për mua personalisht është shumë e vështirë të shoh si mund të ketë për shembull lëvizje të lirë mes vendeve, po konkretisht mes Kosovës dhe Serbisë, kur për shembull Serbia nuk e njeh pasaportën e Kosovës. Kur një shtetas i huaj që vjen në Kosovë për shembull, nëse do të shkojë në Serbi, duhet pikësipari të udhtojë qoftë në Maqedoni apo Malzi dhe pastaj të dalë në Serbi për shkak të legjislaturës serbe ashtu si paraqesin ata, apo barierat tregtare që i ka Serbia në raport me Kosovën e të tjera, pra një marrëveshje për lëvizje të lirë të njerëzve, të kapitalit, të mirave të tjera, për momentin duket e pamundur dhe parakusht për funksionimin e çfarëdo lloji marrëveshje do të ishte njoja së paku de facto e Serbisë e pavarësisë së Kosovës, në mënyrë që të mos kemi probleme. Po, dhe Besar, nga e çfarë po thua, po duket që Kosova nuk ka përfituar shumë nga marrëveshjet e procesit Berlinit, apo jo tani? Po ka përfituar në kuptimin se është legjitimuar para partnerëve ndërkombëtar si një shtet që nuk e bllokon marrëveshjen, pra nëse kthehemi përsëri, Kosova me shumë drejtë refuzonte pjesëmarrjen në fillimisht mini Schengen, pastaj në Open Balkan, dhe kjo nga disa tentoi të interpretojë si mungesë e bashkëpunimit të shtetit të Kosovës, por me pjesëmarrjen në procesin e Berlinit, Kosova dëshmonte se nuk ka asgjë kundër bashkëpunimit rajonal, por se ky duhet të bëhet në baza të barabarta dhe me garanca të forta nga vendet perëndimore. Në procesin e Berlinit flisnim kryesisht për garancat nga Gjermania, që nëse këto parakushte ekzistojnë, atëherë mund të ketë edhe progres. Po të anën tjetra mund të themi Besar që Kosova në mas madhe i ka zbatuar angazhimet që dalin nga procesi i Berlinit ajo dhe këto marrëveshje që kanë dalë nga procesi i Berlinit? Po ka nga ata që janë zbatuar, ka nga ata për shkak të problemeve politike nuk janë zbatuar. Tash për shembull nëse flasim për lëvizjen e lirë, Kosova në mënyrë të njëanshme i ka hequr pra pengesat për shtetasit e Bosnjës dhe unë besoj që ka bërë diçka të mirë, ka treguar një vullnet të mirë të njëanshëm që thotë se ne nuk do të merremi me këto çmendurina ballkanike që i bëjnë këto liderët, ne do të jemi konstruktiv. Pra kjo ka qenë një nga shembujt e mirë kur edhe nëse në shikim të parë nuk përfitojmë, në një shikim më afatgjatë ka treguar konstruktivitet. Por se, siç thonë amerikanët, it takes two to tango, pra duhen dy veta për të vallëzuar dhe është shumë e vështirë të zbatohen këto marrëveshje nëse nuk ka zbatim edhe nga pala tjetër. Po, dhe kretë në fund Besar, apo shohim që Bashkimi Evropian është më i angazhuar, ka një strategji për të përshpejtuar antarësimin e Ballkanit perëndimor në BE dhe ku është Kosova me këtë integrim? Po, tashmë pas fillimit të pushtimit të Ukrainës nga Rusia, kemi një seriozitet shumë të madh nga Bashkimi Evropian për të zgjeruar në Ballkanin perëndimor, në Moldavi, Ukrainë. Por se kur flasim për afate, më vlerësoj se disa nga politikanët rajonal nguten duke dhënë data të caktuara, sepse përpara ekziston një proces i hapjes të 35 kapitujve që janë ndarë në 6 grupe, negocimit të tyre dhe mbylljes së tyre, dhe pastaj në momentin që mbyllen këto nënshkruhet një marrëveshje antarësimit me Bashkimin Evropian, dhe ajo marrëveshje duhet të ratifikohet në të 27 parlamentet e vendeve anëtare. Pra është një proces shumë i gjatë, shumë i ndërlikuar dhe me kosto të jashtëzakonshme politike, dhe fatkeqësisht në këtë mes Kosova ka ngesur prapa për arsye të 5 vendeve mosnjose, pra e ka dorëzuar aplikimin për antarësim në fund të 2022-shit, por se nuk është trajtuar nga Këshilli Evropian, sepse procedura është se Këshilli Evropian e pranon atë, merret një vendim për fillimin e procesit të screeningut, atëherë kjo kërkesë i dërgohet komisionit dhe komisioni e dërgon një pyetësor diku me rreth 1200 pyetje nëse nuk gabojmë në vendin që aplikon, pra është një pyetësor jashtëzakonisht i madh, ka shumë pyetje, shumë le të themi pyetje të natyrës teknike. Kur kryhet kjo, pastaj kthehet përsëri në Këshill, komisioni rekomandon për ose kundër hapjes së negociatave dhe pastaj fillon ky proces që e shpjeguam pak më përpara. Mungon vullneti politik fatkeqësisht për shkak të 5 vendeve mosnjose dhe unë besoj se Bashkimi Evropian e hupi një moment shumë të mirë në mars të vitit 2023 kur e nënshkruam marrëveshjen e fakt nuk e nënshkruam, po kur e pranuam marrëveshjen e Ohrit, do duhej që
kjo në një mënyrë Kosova të shpërblej si pasojë e kësaj, por u bën ato gjëra që u bën dhe jemi këtu. Dhe aktualisht edhe Serbia ka kapitull të hapur për një kohë të gjatë apo jo, të cilat nuk po përmbushën, që tregon që Serbia mund të themi që është larg sa i përket integrimit apo jo. Po Serbia i ka hapur kapitujt që nga 2013 nëse nuk gabon, dhe kjo ka qenë një lloj si shpërblimi për nënshkrimin e marrëveshjes së Brukselit. Por se në vitet e fundit për shkak të politikës së saj, do të thotë që ata e quajnë balancuese mes perëndimit dhe lindjes, efektivisht këto negociata janë ngrirë, pra nuk është hapur asnjë kapitull për mbyllje as që bëhet fjalë. Pra efektivisht progresi i Serbisë në këtë rrafsh është zero, dhe pastaj përveç problemeve rajonale ka edhe shqetësime në Bashkimin Evropian për demokracinë serbe. Ne kemi parë muajt e fundit, tashmë po bëhet gati një vjet që nga 1 nëntor i vitit kaluar, kur ndodhi ai aksidenti në Novi Sad, vdiqën 16 vete dhe ka pasur protesta të vazhdueshme në Serbi, që u munduan të shtypen dhunshëm nga qeveria atje, dhe në Bashkimin Evropian kjo ka ngritur shqetësime për shkallën e demokracisë në Serbi, dhe nuk e shoh si të mundshme që Serbia në një të arme të afërt të ketë ndonjë progres sa i përket integrimit në Bashkimin Evropian. Po, dhe pasi që po thua që jemi larg antarësimit BE, a do duhet paktën që përshpejtohet procesi sa i përket antarësimit në NATO për shkak shqetësimeve të sigurisë apo jo? Po me NATO-n përsëri e kemi problemin, aty janë 4 vende mosnjohëse, pra që do të ishte problem, se përsëri të gjithë marrëveshjet e antarësimit të NATO-s duhet të ratifikohen në vendet anëtare, dhe nëse flasim për vende që se kanë njohur Kosovën, do të ishte shumë e vështirë për ata që ta pranojnë Kosovën, por me NATO-n kemi një fat, le të themi, në gjithë këtë fatkeqësi, se ata vetë se janë prezent në territorin e Kosovës, e kanë një mandat nga Kombet e Bashkuara për të mbrojtur territorin e Kosovës, prandaj padyshim që do të ishte shumë e mirë antarësimi në të, por nuk e ka edhe atë një lloj urgjence, siç e ka për shembull, le të themi, Moldavia, e cila është e rrezikuar nga Rusia, por se nuk ka asnjë lloj prezencë ushtarake të vendeve të NATO-s. Po, atëherë Besart, falenderoj shumë që ishe sot këtu me ne. I falenderoj për ftesën. Faleminderit shumë. Dhe në vazhdim është bloku i lajmeve të botës dhe krejt në fund rikthehemi me lajmin kryesor të botës.